Moti i keq ka krijuar jo pak probleme dhe në portin e Durrësit për sa i përket kthimit të emigrantëve. Vonesat kryesisht janë vënë re tek tragedit e mëdha, të cilat janë nisur deri edhe me 5 orë vonesë këtë fundjavë, pasi janë detyruar të presin autobusët me shqiptar nga Maqedonia e Kosova, të cilët janë bllokuar si pasojë e rreshjeve të Borës. Deri sot, kur data shënon 5 janar, nga 77.000 pasagjerë që kanë hyrë në Durrës nga 15 dhjetori deri në datën 31, janë larguar vetëm 12.000 persona, që do të thotë se rreth 55.000 pasagjerë të tjerë pritet të kalojnë në këtë port drejt Italisë. Kemi patur vonesa të ardhes së mjeteve, veçanërisht të autobuseve që vijnë nga Kosova dhe nga Maqedonia, të cilët janë bllokuar si rezultat i rrugës keqe, i Borës madhe që ka rënë, dhe për këtë arsye tragedit janë nisur me shumë vonesë. Në vend që të nisishin në orën 23, janë nisë në orën 05 të mëngjesit. Megjithse faktorët atmosferik kanë qenë në distavorin tonë, deti nuk ka qenë i trazuar. Për ditët në vazhdim, parashikohet që Moti të mos krijojë probleme shqetësuese, duke bërë normal kalimin e Adriatikut, si për tragedët e mëdhenj ashtu edhe për katamaranin, që lidh më shpejt brigjet e Adriatikut. 5 tragedë nisen drejt Italisë çdo ditë, ndërsa në fundjavë numri i tyre shkon në 8 të tillë.